i protestes është thjesht që ne shprehim pakënaqësinë bashkë me nënkontraktorët e tonë që kemi këtu, të cilëve është mbyll qasja në kantier. Këtu po nëzitohet nga partneri tjetër që të pengoj punimet e tona, mbarimin e punimeve, që të krijojë vetes hapësirë të mbarojë punimet e veta në pistë. Në një ditë, dy lajme të freskëta që janë ngjarje të paralajmëruara përtej së cilës fshihen afera lobingje, kompani offshore dhe ndikime të dyshmita nga vende jo mike të Shqipërisë u përfshin në dy vepra, për të cilat kryeministri ynë krenohet. Gjithçka më pas një tmerr i vërtet. Kompania Mabetex e Bejgjet Pacollit, një mik i hershëm i Ramës, është në konflikt me ortakun Valon Ademi. Ky i fundit ka denoncuar në prokurori Pacollin me pretendimin se pas kompanive të ortakut të tij në këtë koncesion fshihen interesa ruse, duke pretenduar se edhe aeroporti mund të bjerë në duart e tyre. Sot ishte konflikti i radhës, ku janë ndaluar të gjitha punimet dhe aeroporti ka mbetur një ngrehin që po e han koha, bashkë me pasigurisë se si ky investim i trumbetuar nga Rama i Madh përfundoi në skandal të madh dhe dyshime të frikshme pas së cilës mund të fshihen biznese ruse. E njëjta situatë ndodhi edhe me portin e ri të Durrësit, një projekt i kthyer pas nga kryeministri Rama, i detyruar nga nisja e një emaili zyrtar nga presidenti i dhomës amerikane të tregtisë në Tiranë, Grant Van Cleave. Po projekti tjetër i madh, i shituar si Dubai i dytë, me vlerë 3.2 miliardë euro, po fundoset ende pa dalë në dritë. E reklamuar si investim i Shejkut Al Abar, 3 pallate që po ndërtohen në ish zonën portuale në Durrës, u fundosën disa centimetra nga mënyra e ndërtimit, duke u shkatruar pa u ngritur karabina dhe dëmtuar strukturën e pallateve. Gjithçka e shqituar si investim strategjik nga kryeministri Edi Rama përfundon në afera të frikshme, jo vetëm në vlerat e mëdha të këtyre investimeve apo faljes së tokës publike, por edhe kompanitë që fshihen pas tyre. Asgjë nuk është rastësi.